Përshëndetje të nderuar ndjekës, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi përsëri ditën e sotme me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Sot do të flasim konkretisht për ngjarjen e djeshme. Tash më jeni të njoftuar që Egli Tako bëri një publikim në Instagramin e saj zyrtar, një publikim i cili është shpërndar dhe në story të Fifi, që nënkuptojmë që Egli dhe Fifi vinë me bashkëpunim. A do t'jetë një këngë e përbashkët, apo Fifi është kompozimi, tekstshkruesja e kësaj këngë, këtë do ta kuptojmë në ditët në vazhdim, sepse Egli nuk ka dhënë shumë detaje, por ka publikuar thjesht një reel në Instagramin e saj, ku duket qartazi që është e kuruar bukur, ka veshur një veshje fantastike, tepër tërheqëse, dhe siç duket, kjo kënga i kushtohet një dashurie. Derisa veshja është me të zezë, nënkuptohet që do të flasim për një këngë ndoshta për një ndarje, për një dhimbje, apo për histori dashurie që konkretisht këto tematika që artistët i këndojnë, këngëtarët i bëjnë, domethënë gjatë karrierës së tyre, nuk do të thotë që 100% kënga mund të jetë histori në vete apo histori për Eglin, por mund të jetë një këngë e cila Egli e ka përzgjedhur si tematik që përdoret shumë në ditët e sotme. Unë e di që ju jeni shumë kureshtar të kuptoni se ku xhiron Egli videoklipin e saj. Unë jam munduar fal ndjekësve të mi, të cilët janë shumë të mrekullueshëm dhe po më ndihmojnë me informacione, jam munduar që të arrit të kuptoj që Egli këtë videoklip e xhiron në liçenin e Dugagjinit, do me thënë videoklipi bëhet në Kosovë, xhirimi bëhet tek liçeni i Dugagjinit, në hotel, do me thënë liçeni i Dugagjinit, kështu quhet edhe hoteli. Tek hoteli liçeni i Dugagjinit, aty ku Egli ka qenë pozicionuar për 2 ditë me radhë, aty ku ka bërë edhe xhirimet e videoklipit, Egli ka bërë videoklipin në këtë hotel dhe me këtë pamje fantastike. Liçeni i Dugagjinit është edhe hoteli ku Egli ka bërë një pjesë të xhirimit të videoklipit. Do me thënë është një pamje fantastike, është një pamje e mrekullueshme. Egli do të na vinë në një formë krejtësisht ndryshe, do me thënë si territori bie territori të zonës të Gjakovës, tani ato që jetojnë në Kosovë e dinë më mirë se në cilën zonë i bie kjo pjesa që unë flas, do me thënë është një zonë fantastike, është destinacioni ku Egli ka xhiruar videoklipin e saj të parë, një videoklip që Egli do ta risjellte publiku shqiptar tashmë pas përfundimit të Big Brotherit. Tani që të komentojmë pak se me kë do të jetë kjo kënga. Shumica e kanë përfolur që kënga do të jetë me Gjestin. Duke qenë unë konfuze dhe dua të jem koherent në gjithçka që unë kam thënë, nuk e besoj që Egli dhe Gjesti projektin e tyre të parë, me njëherë pas përfundimit të Big Brotherit, do ta sillnin të dy së bashku. E para njëherë, në qoftë se ato të dy së bashku do ta sillnin projektin, do të mbaronte ndoshta kurreshtja e të gjithë ndjekësve të tyre për të ndjekur më shumë projekte. Mendoj që projektet janë të ndara në 2 pjesë. Fillimisht Egli do të sjellë këngën e saj dhe Gjesti do të sjellë këngën e tij. Derisa Fifi nuk ka qenë në asnjë fotografi e kuruar, nënkuptojmë që nuk është ky bashkëpunimi që Egli do të bën me Fifin, mund të jetë një këngë solo që Egli do të sjellën në skenën shqiptare, një këngë që e thash edhe që parë, më duhet ta them edhe tani, mënyra si Egli kishte bërë flokët, mënyra se si Egli ishte lyer, veshja që kishte përzgjedhur që ndëshkonte në të zezën, domethënë mund të nënkupton që mund të jetë një balad dashurie e cila mund t'i kushtohet një dhimbje. Me patjetër që mund të ketë elemente të përfshira të Gjestit brenda në shtëpinë e Big Brotherit, mund të jetë edhe një këngë që mund t'i kushtohet femrës, guximit të femrës, të mos të dorëzuarit dhe të ndjekurit ëndrrën e saj dhe qëllimin e saj për të realizuar deri në fund, dhe mendoj që ky videoklip do të mban disa mesazhe dhe kjo këngë dhe ky tekst do të mban disa mesazhe brenda këngës.
duke e ndjekur me hapa të veçantë, do të themi karrierën e artistës së madhe shqiptare Fifit, edhe duke kuptuar se çfarë krijimtarie ka nxjerr Fifi dhe ku ka qenë e përqendruar, Fifi ka qenë e përqendruar në të gjitha tekstet e saj, në shpresën, në dritën, në guximin, në dashurinë, në forcën pas një ndarje, në emocione që vetëm shpirti mund t'i di. Dhe besoj që edhe kënga që Egli do sjellë në skenë pasi që xhirimet kanë përfunduar dhe nga të gjitha informacionet që kam unë është 100% e sigurt që Fifi ka qenë me Eglin në këtë hotel, domethënë hoteli i quajtur Liçeni i Dugagjinit. Mendoj që kjo do të jetë pjesa më interesante që do të merr një vëmendje shumë të madhe. Jam i bindur që kënga do të jetë një super hit i papar, jam i bindur që kjo kënga do të gjejnë veten në shumë goca, shumë djem dhe besoj që do të vlerësohet Egli si kur më parë. Egli Tako brenda shtëpisë së Big Brotherit ka treguar talentin e saj, ka treguar artin e saj brenda shpirtit që ka, ndoshta dashuria deri diku nuk e la që ajo ta tregon rënjësisht artin, por tani më do ta shohim Eglin si kur më parë. U përfol dje që Gjesti dhe Egli do t'jenë në një live të dy së bashku. Unë kur komentova videon e Gjestit isha shumë konfuz në këtë gjën, sepse nuk ma merr mendja që Gjesti dhe Egli kur do të kenë një lajm zyrtar për marrëdhënien e tyre do të bëjnë publike apo do të tregojnë një diçka në mënyrë amatore. Unë mendoj që janë të gjitha mediat shqiptare, por konkretisht Top Channel, në qoftë se ato kanë për të thënë një diçka. Por gjithsesi, ne do qëndrojmë te klipi, duke që vjen një klip i bukur, do me thënë, klipi është xhiruar tek hoteli Liçeni i Dugagjinit, po tek ai vend, do me thënë është xhiruar klipi. Do të ketë disa skena të klipit, besoj që ka ndonjë skenë edhe në hotel në dhomë brenda, do të jetë interesante. Është thënë dhe është vërtetuar që Egli ka qenë edhe në një studio të Kosovës dhe në një produksion të Kosovës për të nxjerrë videoklipin e saj ndoshta në kanalet e tyre, ndoshta nuk do të ketë një kanalin e saj zyrtar. Këtu tani ne kuptojmë që Egli ndoshta nuk ka kontratë më me Top Channel për të publikuar projektet e saj, i bie që po menaxhohet vetë në veten e saj. Besoj që do të jetë një projekt fantastik, do kisha dashur të marr mendimin tuaj, si e keni parë ju këtë projekt dhe pse unë e shoh Eglin ndryshe, e shoh shumë artistike, e shoh shumë të kuruar, e shoh shumë të bukur dhe në fakt brenda vetes time më ka ngjallur një kurreshtje për të kuptuar se çfarë ka më shumë ky videoklip. Nga që pritet dhe duket, gjërat janë të dukshme më, që do të jetë një këngë fantastike. Egli nuk ka qenë me Gjestin në këtë pjesë, nuk ka qenë me Gjestin në Kosovë, Gjesti ka qenë në Vjenë, do të thënë Egli vazhdon të ndjekën profesionin e saj, vazhdon të ndjekën ëndrat e saj, vazhdon të ndjekën rrugtimin e saj. Do të shohim se çfarë klipi do të jetë, do kisha dashur të marr mendimin tuaj, si e keni komentuar ju këtë moment.